ju kërkoj falje për ndonjë ngacmimi që mund t'ju sjell, por jam i detyruar t'i themi kohës ato që ka, sepse ne po përjetojmë atë. Dhe nuk do t'na i fal jeta të mos premi se cili si pas mundësisë, e si pas aftësisë, dhe si pas dëshirave të tij. Unë besoj që ju do të bëni edhe vlerësime, do të bëni edhe vërejtje, i bëni si të doni ato. Nuk dua të mburrem, po të qaje të këndoj bashkë me ju. Ja që bëri 97-a, bruri gjithë këto të prapa, bruri gjithë këto mandata, por gjendja më e rëndësishme si për mua dhe për të gjithë ju, është anija që më dytë në detin Adriatik, për të cilin në shenjë respekti unë pregatita këtë homazh. Me dhimbje të fermë shpejt si gjithë populli Vlorës dhe unë rapsodi popullori kësaj treve të qytetit të lashtë e me histori të rrallë, bashkoj dhimbjen time me të gjitha ata që e ndjejnë këtë humbje të madhe njerëzore. Për të shprehur ngushëllimet e mia gjithë familjeve të afërme të tyre. Në emër të grupit folklorik të Lapardas, me të cilin jo vetëm më lidh gjaku me ta, por dhe koha 35 vjeçare me këtë grup, ne do të mundohemi me gjithë shpirt e me gjithë zemër të njohim nga afër dhe të selitim në vajgje këngë, gjithë ata fatkeq që i rëmbeu deti tragjikisht atë natë, që emrat e tyre vërojnë edhe në këngët tona. Këngët e ligjërimit e këtij grupi janë ndërtuar i ka prodhuar vetë jeta. Ato kanë qenë brumi i historisë kombëtare, e në mënyrë të veçantë për Vlorën tonë. Kënga Labe ka nevojë për burrë të mëdhenj, ka nevojë për herojnë të vërtetë, dhe ja heroj si herën e si vinë. Duke i vendosur me dashuri këta gurë në murin e madh të historisë, ato do të tingëllojnë vazhdimisht të freskëta e të sinqerta si vetë jeta e si vetë koha. Të dashur familje të afërm të asaj tragjedie që ndodhi, unë e njoh dhe e ndjej dhëmbjen tuaj shpirtërore e të zemrës, se edhe mua më shëmbytur një njeri, e shumë të tjerë si mua. Me këto fjalë unë dua të marr pak havër nga barku juaj ndezur flak, e t'ju qetësoj sa do pak shpirtin e dëmshur, e të dhëmur nga kjo e keqe që na zuri e uzuri. Koha që na zuri po heqim të gjithë në kurrim. Duhen shumë kohë të zërkërte kjo plagë të mesme, pa le shpjegimit për të, që nuk kanë set dhe anë nga t'i zësh e t'i shpjegosh. Çdo njeri i vëmendshëm i ndershëm dhe i zgjuar me praktikë gjatë jetësore, duhet jap pak kontribut, e të herë pak ujë të pulluar mbi këtë zjarr të ndezur nga vetë Zoti e shpirtit. Vlora jonë e pagoi shtrenjtë, si gjithnjë. Vlora gjithnjë e ka paguar, por dhe tani më shumë. Para ti humër dhe gjakun e deri val në këto ditë. Ky pak ka qenë shashë ynë, shtipoj. Është shpejt të futesh në analiza, por historia do të shkruaj ashtu si do të shkruaj për mirë, do të shkruaj edhe për keq. Dhe unë mendoj se Vlorës tonë do të japi të drejtën e saj, ashtu si që ja ka dhënë për herë. Vlora është vend i mirë, vend perëndie, vend qabe. Prandaj do dhe kurban. Dhe kurban t'i bën vetë Vlora. Me këta kurban që bën ajo, e mbron historinë. Kush ka menduar dhe mendon të kundërtën ka dënuar vetë vete. Çdo popull në botë demokracinë s'ja ka dhuruar njeri, por ka punuar e luftuar me gjak e sakrifica. Unë uroj në kaq qoftë e shkuar. Të shumtët në këtë jetë e në këtë kohë morë plagë të rënda. Mos u plagoshin më të tjerë. Sa të jetë gjallë kondi do t'i mbajnë më të vite të shkuar. Ngjarjet janë të shënura si kronika televizive në ndërgjegjen e komit marë. Kjo do t'na shërbej që të mos mohojnë vete, të mos ta përçmojnë historinë se të tjerë gëzojnë dhe se beb duan. Kjo s'do shumë mund. Ngjarja e dhimbshme do të mbahet mend dhe i takon Vlorës, të ngror obeliskun e madh monumental në skenën e Busët Detit. Maketin e asaj anije me drejtim nga deti që na dëshpëroi për shumë vite, si jetë në kujtesë edhe në syrën e breza që do të vinë. Ai obeliski do të jetë vepër e rrallë, se të rralli ka Vlora bijtë e saj. Ai do të jetë madhështor për fakti se ngjarje të tilla nuk njihen dhe nuk kanë ndodhur në botën e qytetëruar ndonjëherë. S'ka ndërmend të dashur që më dëgjoni ju bëj moral, e sidomos në këtë rast fatkeq që na ndodhi, me mbytjen e anijes. S'ka njerëz mos të hedhur lot e të mos hedhur ku shikon e kujton atë dramë të asaj nate, në rrethana të tilla. U dëgjon ato dëshmi nga ata të gjallë të asaj nate të zezë. Tregimit e tyre janë aktakuz që shprehin një të vërtet të hidhur.
Akti janë të huaj ndaj kësaj janë të vapre të vogël me njerëz të papajshëm, nuk ka zot që justifikon dhe e vën rrugë. Le të mbyteshin edhe më shumë njerëz në Adriatikun tonë të Kuiper, por jo të mbyteshin nga të tjerë në mënyrë të tillë. Bota është e interesave, dhe interesat pa bazë morale prishin ekuilibret jetësore, ashtu siç është dhe siç ndodhi. E si ti harrojmë ato vajza dhe ato nuse me fëmijë të vegjël në duar, që ranë të qaposën në fund të vetit të theut. Si ti harrojmë ata djema zgane kapedan, që si patën pas familjes dhe vëndi tyre. Ata i shkuri halin dhe se po të venin për luftë, dhe një anije papajsu dhe e vogël si ajo, mund të pushton të e qytet sa doj mas tishte, u do që tishte, u jashtë për e kekti. Dhe do 5-6 vite na u duku se diçka do të bëni, dhe se demokracia do të naknajtë gjithë në shqiptarët, në gjithë humbjen e djeme dhe të vajzat në imigracion e shumë gjëra të tjera që dihet, por nuk që pak, nuk që e thonë, dhe e përmbledhën me pak fjallë, laksimina me sahat, plagosit kom një të tërë, por vlora u plagos paq, vlora kështure ka ngronë. Sa jemi gjallë dhe në gërhamën e fundit, se harroj këtë tragedi, dhe sa he do të shkruaj bagje dhe homashe për ata të njohur dhe të panjohur, që vlora i mbolli një det në Adriatik. Ata nuk ka vdekur, nuk des madhështia, nuk des nderi dhe nervi i kombit. Me atë të tilla subime, rron kombi shtorë tjeta. Ata janë të shmorët e vlorës, bijt e saj, martirët e hallemadhes. Martirët që në altarin e lirisë të demokracisë. Lavdini sheku i bile tanë, djemë, gra, vajza, fëmijë, qofshin të ndritur e të skalitur emrat e tyre, në faqet e rreshtua të vlorës strime.